Thuhet se, nëse lëndon një njeri të mirë, ai nuk do të bëj kur keq, por do ta humbasësh dhe të humbasësh një njeri të mirë dhe më shumë. Njerëzit e mirë nuk janë ata që bërtasin, që kërkojnë hakmarrje apo që reagojnë me zemërim. Janë ata që pavarësisht gjithkaje, qëndrojnë në heshtje, mendojnë dhe pastaj largohen ngadalë. Nuk do të ndëshkojnë me gjeste të mëdha, nuk do të bëjnë të ndjesh peshën e gabimeve të tua, por sapo ta kuptojnë se nuk ndihen më të sigurt me ty, thjesht nuk do të jenë më aty. Një person i mirë të ofron mirëkuptim, kohë, durim, të mbështet edhe kur nuk e meriton, të fal kur gabon dhe gjithmonë përpiqet të shohë më të mirën tek ti. Por kur e lëndon, kur kalon atë kufirin e padukshëm që vetëm ai e njeh, nuk do të jetë më i njëjti. Nuk do të shikoj më me ato sy të mbushur me besim, dhe ajo buzëqeshje që dikur ishte e sinqert. Tani do të jetë e zbeht dhe e largët. Të humbasësh një njeri të mirë, lë një boshllëk që nuk mbushet lehtë. Vetëm atëherë kupton sa i rëndësishëm ishte, sa shumë përmirësonte ditët e tua me praninë e tij, dhe sa i mbrojtur ndiheshe nga energjia e tij pozitive. Një person i mirë nuk harrohet, sepse ai ishte aty gjithmonë, në momentet më të vështira, në heshtjet më të thella, dhe kur largohet, nuk kthehet më. Të njohësh vlerën e një njeriu të mirë, është diçka që duhet të ndodhë para se të jetë shumë vonë.